Kuvendi i Shqipërisë miratoi këtë të hënë marrëveshjen e huas direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miratimi u bë vetëm me votat e mazhorancës dhe mori 74 vota pro. Shqyrtimi i marrëveshjes u bë me dyert të mbyllura, ndërsa opozita nuk ishte e pranishme. Marrëveshja parashikon një hua në vlerën totale prej $302 milion amerikan në kuadër të programit të financimit të jashtëm ushtarak. Pas miratimit të marrëveshjes me SBA-n për pajisjet ushtarake, kryetari i grupit të PS-s Tauland Balla në një deklaratë për media jashtë kuvendit, e cilësoi si një marrëveshje historike, pasi siç theksoi, do të shërbejë për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të vendit, bazuar dhe në kërkesat si vend antar i NATO-s. Balla u shpreh se lëvrimet e para do të nisin në shtator. Por mendoj që interesat e vendit, dhe kur flas për interesat e vendit janë edhe interesat e sigurisë kombëtare, në kushtet e një bote të rrezuar, për herë të parë në Europë, që nga lufta e dytë botërore ka një luftë. Mendoj që interesi kombëtar është i tillë që një marrëveshje që forcon kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë, për të cilat ne synojmë që në shtator të fillojnë lëvrimet e para të gjithçka që na duhet për të forcuar mbrojtjen tonë. Nuk hezitoj ta quaj marrëveshje historike, sepse është e rëndësishme, aq sa mund më lejohet, për shkak të disponimit edhe të certifikatës sigurisë, edhe të firmosjes deklaratës së konfidencialitetit, mund t'ju them që është një marrëveshje që forcon kapacitetet e sigurisë Shqipërisë. Për ne, për këtë mazhorancë, siguria e çdo qytetari të Shqipërisë, siguria e Shqipërisë si një vend antar i NATO-s është më e rëndësishme se çdo aspekt tjetër. Mëtej Balla foli për reformën territoriale, ku theksoi se në sezionin tjetër do të kenë dhe propozime të tjera që lidhen me përmirësimin e shërbimeve.